25 maj. Qëllimi i Perëndis për devijimet. Dhe çdo gjë që të bëni, me fjala me vepër, t'i bëni në emër të Zotit Jezus, duke e falendëruar nëpërmjet tij Perëndin atë. Kolosianëve 3:17. A e ke vrarë ndonjëherë mendjen se çfarë po bën Perëndia ndërkohë që ti po kërkon në vendin e gabuar për diçka që e kishe humbur dhe të nevojitej shumë? Ai e di saktësisht se ku është, e megjithatë, ai po të lë të kërkosh në vendin e gabuar. Një herë më nevojitej një citat për një botim të ri të librit tim Desiring God. E dija që i kisha lexuar në shkrimet e Richard Wurmbrand dhe mendoja se ishte në librin e tij devocional, Reaching Toward the Heights. Thuajse e kisha parasyve në një nga faqet djathtas të librit, por nuk mund ta gjeja dot. Gjithsesi, teksa po e kërkoja, unë bërtheva nga devocioni i tij datës 30 nëntor. Teksa e lexoja thash: kjo është arsyeja pse Zoti më la të vazhdoja kërkimin në vendin e gabuar për citatin që më duhej. Aty ishte një histori e cila ilustronte në mënyrë të përsosur faktin që asgjë nuk çohet dëm kur e bëjmë në emrin e Jezusit. Asgjë, madje as edhe kërkimi për një citat në vendin e gabuar. Ja se çfarë lexova. Katerina ishte rritur për 20 vite në një shtëpi për fëmijë me zhvillim të vonuar. Kjo vajzë kishte pasur mangësi mendore që nga fillimi dhe nuk kishte shqiptuar kur qoftë edhe një fjalë, por thjesht rinte në një vend. Ajo ose u angulte syt mureve me qetësi, ose bënte lëvizje të pakoordinuara. E gjithë jeta e saj përbëhej vetëm nga të ushqyerit, të pirët dhe gjumi. Ajo dukej se nuk merrte fare pjesë në gjërat që ndodhnin përreth saj. Një nga këmbët e saj duhej të pritej. Stafi uroi katit që të dilte sa më mirë dhe shpresuan që Zoti do ta merrte së shpejti pranë vetes së tij. Një ditë, doktori e thiri drejtorin e shtëpisë së fëmijëve që të vinte shpejt. Katerina ishte duke vdekur. Kur të dy ata hynë në dhomën e saj, nuk mund të besonin dot veshëve dhe syve të tyre. Katerina po këndonte himne të kryshtera, të cilat i kishte dëgjuar dhe kishte mësuar vetëm ato himne që ishin shumë të përshtatshme për t'i kënduar në shtratin e vdekjes. Ajo përsëriste her pas here këngën gjermane, ku e gjen shpirti atë dheun dhe prehjen e tij. Këndoi për gjysmë ore me një fytyrë të transformuar dhe pastaj u nda nga kjo jetë qetësisht. A shkon vërtet dëm ndonjë gjë që është bërë në emër të Krishtit? Kërkimi im zhgënjyes dhe i kot për atë që mendoja se kisha nevojë, nuk shkoi dëm. Të kënduarit e kësaj fëmije të paaftë nuk shkoi dëm. As agonia dhe devijimi yt i paplanifikuar nuk shkojnë dëm. Jo nëse shet drejt Zotit për punën e tij të papritur dhe bën gjithçka në emër të tij. Kolosianëve 3:17.